është mjaft denigruese për vetë institucionin e kryeqytetit. Para vetës keni një material që bashkë me kolegët e grupit tonë kemi shpërndarë para fillimit të kësaj seance. Dhe ky material, siç e dini, ka arritur në adresat tona përmes sinjalizuesve. Dhe përmbajtja e tij është mjaft denigruese për vetë institucionin e kryeqytetit, sidomos për personat e apostrofuar në këtë përmbajtje. Gjithashtu fyes edhe për një numër të madh të kolegeve, zyrtarëve komunës Prishtinës. Prandaj vlerësojmë se është shumë e rëndësishme një adresim i kryetarit kryeqytetit, për shkak se ai është protagonisti kryesor që përflitet në këto biseda, në mënyrë që të sqarohet mirë kjo çështje. Me të vërtetë është e pakuptim që ne vazhdojmë të punojmë kështu, duke shikuar njëri tjetrin dyqysh si në sy, si me marrë, pa i sqaruar të saj. Ne kemi bërë një reagim të kryetarit, por që fare nuk i ka përmendur përmbajtjen e këtyre mesazheve o bisedave. Prandaj është shumë e rëndësishme që kryetari i kryeqytetit të deklarohet publikisht nga Asambleja e Qytetit, nga vendi ku janë të zgjedhurit e qytetarëve për këto pretendime.